televizioni kundër rrjeteve sociale. Çush e shihni ju sot? Unë mendoj që prapë rrjetet sociale nuk mund ta zëvendësojnë asnjëherë televizionin dhe median. Dhe pse TikTok e përmendëm që... A mendojnë, më falë që po ndërpej, që disa fytyra publike po mendojnë të kundërtën? Po ato mendojnë sepse kanë përfitime në rrjetet sociale. Domethënë i përdorin rrjetet sociale për përfitimet e tyre personale. Njerëzit të cilët kanë vlera, pra siç e përmendëm Ilir Shaqirin, ai u fokusu më shumë te vlera në muzikë. Nuk u fokusu te klikimi ose te shikueshmëria. Dhe kur fokusohesh te vlera, ato jetojnë pastaj gjatë, pra nuk varen nga algoritmi i një TikToku. TikToku që ka bërë shumë mirë në aspektin e këngëtarëve është që i ka kthy disa këngë shumë të vjetra që janë bërë, që ndoshta dikur i kemi harruar, por tashmë janë kthyer shumë virale. Mu po më kujtohet një rast i Genta Ismailit, një këngë e cila është kthyer në virale globalisht. Domethënë jo vetëm në Kosovë, por pra këtë fuqi e ka TikToku që edhe këngët që ndoshta këngëtari as që u munduar për ta bërë atë, ka njerëz të cilët e rikthejnë një këngë që ty ndoshta vetë nuk e mendon fare për ta